Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshores. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin për muajin dhjetor edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe videot e vitit 2026. Ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente. Atëherë fillojmë në lidhje me energjinë që do vi për shenjën tuaj. Atëherë kemi energji të shenjës së demit, energji të shenjave të tokës dhe energji të shenjave të zjarit. Ju mund të keni dhe hënën ose ascendenten të këto shenja, ose mund të keni dhe lidhje me personat të këtyre shenjave. Gjithsesi, në fillim të javës, shoh që jeni duke menduar në lidhje me një takim, ose ju do keni një takim me një person. Për një pjesë tjetër, ju mund të mendoni të finalizoni njohjet ose lidhjet tuaja, ndërsa në marrëdhënie shoh që do ndjeni më të konsoliduar. Do jeni të mbështetur nga energji më të larta. Gjithsesi, në mesin e javës ju shoh në dilema në lidhje me këtë person. Për gjithë ata që do futen në një njohje të re, mund të ndjeni në dilema në lidhje me këtë person që do futen në një njohje. Ose për pjesën tjetër mund të jeni edhe midis dy personave dhe ju nuk dini çfarë të bëni në mes të javës, sepse shoh që keni njohur një person ose do njihni një person të ri. Ndërsa për pjesën tjetër mund të jeni në dilema në lidhje me shtëpinë, me familjen. Ju mund të jeni midis punës dhe familjes. Por mund të jeni edhe midis dy punëve, dy situatave, dy çështjeve të ndryshme që ju mund të keni, edhe në lidhje me partneritete ose bashkëpunime që keni. Në fund të javës shoh që ju do keni një komunikim. Mund të jetë nëpërmjet rrjeteve sociale, në lidhje me këtë person që do njihni, ose me një person që jeni në njohje ose në lidhjet tuaja. Gjithsesi shoh që do merrni lajme nga ky person dhe do veproni shumë shpejt në lidhje me këtë person, por ndërkohë ju shoh edhe në udhëtime. Për pjesën tjetër në lidhje me punën, ju do futeni në partneritete ose në bashkëpunime, por shoh që keni dhe një punë tjetër, ose ju mund të keni një punë, ju del dhe diçka tjetër dhe aty do futeni në dilema nëse do zgjidhni këtë punë të re apo do qëndroni aty ku jeni. Kjo ka lidhje dhe në lidhje me parneritetet, thamë, me bashkëpunimet, por edhe me karrierën tuaj. Gjithsesi, unë shoh që do keni aplikime edhe me emailin nëpërmjet internetit, për një punë të re, për një pjesë prej jush, edhe pse keni një vend pune, ju dëshironi diçka më mirë. Dhe shoh që keni lajme të mira, por mund të jetë edhe një punë që është në distancë, nuk është aty ku ju mund të jeni. Fundi javës është me shumë komunikim, ju do keni një komunikim shumë të mirë në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por dhe shumë komunikim në rrjetet sociale ju shoh gjatë fundit të javës. Ku do keni shumë lajmet ose ju do mësoni shumë gjëra, shumë lajme në fund të javës në lidhje me situata të ndryshme që mund të keni, por ju shoh edhe në udhëtime. Ju mund të jeni merrni një lajm dhe papritur shkoni në një udhëtim për fundjavën. Mund të jetë udhëtim pune, por mund të jetë edhe udhëtim për arsye të ndryshme. Dhe vazhdojmë në javën e dytë. Në javën e dytë keni të bëni me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të tokës dhe energjitë shenjave të zjarit. Shoh një person që dëshiron t'ju shprehë emocionet, edhe pse ky person do ndihet pak i ndrojtur për të shprehur këto emocione në lidhje me ju dëgjues. Ndoshta ky person ka ndjenja, ka emocione, por vjen pak natyre ndrojtur. Gjithsesi është një person që do vi drejt jush, dhe këtu flasim për gjithë ata që janë në njohje të reja. Ndërsa për pjesën tjetër shoh lajme të mira,
nga personi që ju keni, jeni në njohje ose në lidhje, por mund të keni lajme të mira nga fëmijët tuaj, te vendi punës, por dhe nga ana ekonomike. Ndërsa për një pjesë tjetër ka lidhje me internetin, me këto emaile që do shkëmbeni gjatë fundit të javës, në fillim të javës merrni një lajm dhe kjo gjë do t'ju gësoj. Në mesin e javës shoh që do keni oferta. Mund të jetë një ofertë në lidhje me dashurinë, se jo të gjithë njihen në të njëjtën kohë ose kanë lidhje ose njohje. Mund të keni një ofertë pune, por mund të jetë edhe një ofertë ekonomike. Ose në rastin tjetër mund të jetë një ofertë që ju prisni në lidhje me fëmijët tuaj, për shtëpinë tuaj, ose edhe me trajnime të ndryshme, me kurse që mund bëni ose diçka tjetër. Është një mundësi që do t'ju jepet gjatë mesit të javës. Gjithsesi, unë ju shoh që jeni duke menduar seriozisht edhe në lidhje me një udhtim. Do t'regoni shumë të furishëm në mes të javës, për t'i bërë gjërat shpejt, ndoshta në lidhje me një person që do futeni me këtë person që vjen drejt jush, ose në rastin tjetër në lidhje me komunikimet që do keni gjatë fundjavës. Ndërsa për disa të tjerë, shoh që do t'regoni shumë të vrullshëm ose të nxituar, ose ju dëshironi t'i bëni gjërat shpejt në lidhje me punën, ndoshta për të futur në një partneritet, për të zgjedhur një punë tjetër, dhe unë shoh një fillim të ri në fund të javës. Është një fillim i ri që ju do ta bëni me shumë pasion, si në dashuri, por edhe në punën tuaj ose edhe në gjërat që ju do bëni. Sepse jemi te energjia e zjarit, shoh që do keni shumë pasion dhe energji gjatë fundit të javës, në fillime të ndryshme që ju do bëni. Dhe vazhdojmë në javën e tretë. Atëherë, në javën e tretë keni të bëni përsëri me energjinë e shenjës së Demit, energjitë shenjave të zjarit dhe energjitë shenjave të ujit. Në fillim të javës, ju shoh që ju jeni duke menduar se si t'jepni drejtim këtij fillimi të ri, që do jetë në fund të javës. Do të rrigjeni në veten tuaj, do shkëputni ato, do shkëputeni nga rrjetet sociale, nga jeta sociale, dhe këtu ju shoh që mendoni si t'jepni drejtim një dashurie. Ndoshta ju dëshironi të hidhni dritë në rrugën tuaj në lidhje me gjithçka. Dhe këtu flasim në lidhje me njohjet që do keni gjatë kësaj periudhe, me lidhjet ose marrëdhëniet që ju keni, por në rastin tjetër ndoshta me fëmijët tuaj, me situata në shtëpi, në familje, por edhe në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike. Nuk tham, por në fund të javës së dytë do keni dhe kontrata. Mund të jetë kontratë pune, kontratë shtëpie, sepse që në fillim të javës shoh që ju jeni duke menduar në lidhje me këto kontrata, si t'i jepni drejtim një fillimi të ri që do bëni. Dhe në mesin e javës ju shoh në pritje të përgjigjjeve. Ju mund të prisni një përgjigje në lidhje me këtë fillim të ri, me një person që dëshironi të futeni në një njohje. Për pjesën tjetër, në lidhje me një punë, mund të jetë dhe një kontratë shtëpie për pjesën tjetër, ose ju dëshironi të zhvendoseni, të shkoni në një qytet tjetër ose në një shtet tjetër, dhe shoh që mund të lidhni një kontratë pune aty, dhe do jeni duke menduar si t'i jepni drejtim dhe do jeni në pritje të një përgjigje në lidhje me këtë gjë. Por ju mund të prisni dhe përgjigje të tjera, varet nga situatat që ju keni. Gjithsesi ju shoh që keni ndryshuar këndvështrim, do bëni plane afatgjata, duke parë gjërat që ju rrethojnë, por ju shoh edhe me një tjetër vizion për të ardhmen. Domethënë, do jeni duke menduar më tepër për të ardhmen. Sigur jeni në pritje të diçkaje, për të realizuar diçka, për të ardhmen tuaj. Mund të jetë një biznes, një projekt, një bashkëpunim, mund të jetë një kontratë, më falni, shumë e rëndësishme që ju dëshironi ta bëni. Gjithsesi, në fund të javës ju shoh që ju largoheni nga diçka. Ndoshta ju do merrni një drejtim më të mirë për veten tuaj. Këtu kemi hënën e re, hëna e re tregon fillime të reja, ju vërtet dëshironi të bëni një fillim të ri, por këtë do ta bëni për të mirën tuaj. Mund të futeni në një njohje të re, dhe këtë do ta bëni për veten tuaj, duke lënë diçka mbrapa. Në rastin tjetër, mund të jetë një fillim i ri për fëmijët tuaj,
ose fillimet e reja të vendit punës, në lidhje me bashkëpunime, me partneritete të ndryshme që ju do keni. Më falni, gjithsesi e rëndësishme është që ju do të jepni një drejtim më të mirë vetes tuaj. Kjo mund të ketë lidhje edhe me një përgjigje që ju prisni, dëshironi të lini mbrapa diçka dhe aty shoh që do merrni një drejtim shumë të mirë për veten tuaj. Dhe këtë mund ta merrni në gjitha llojet e situatave që ju keni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e 4. Atëherë, në javën e 4, keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit që jeni dhe ju vetë, këtu i kemi gjitha energjitë të shenja e magjistarit, dhe kemi dhe energjitë shenjave të ujit përsëri. Ju shoh shumë të lodhur psikologjikisht në fillim të javës 4, thjesht duhet të bëni një pushim. Nga çfarë do lloj situate? Ndoshta është një muaj shumë i bukur për ju, nuk është se është negativ, sepse unë shoh që keni fillime të reja, do keni edhe flerte, romanca, nuk thash, por do keni lajme të mira, do komunikoni shumë në internet, do keni kontrata të rëndësishme, vizion ndryshe, dhe kjo gjë gjatë gjithë muajit do jeni shumë aktiv dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të ndiheni pak të lodhur. Dhe duhet keni kujdes edhe me shëndetin tuaj gjatë fillimit të javës së 4. Kur themi kujdes me shëndetin, mund të keni viroza të shtinës ose një lodhje psikologjike që ju mund të keni dhe keni nevojë të bëni një pushim, sepse këtë e rekomandon karta. Dhe të mendoni se si t'i jepni drejtim situatave. Dhe në mesin e javës 4, unë shoh që ju realizoni gjithçka, sepse ju keni manifestuar në lidhje me diçka. Në qoftë se ju keni manifestuar në lidhje me një dashuri, atëherë unë shoh që ju e realizoni. Në rastin tjetër, në qoftë se ju keni manifestuar për fëmijët tuaj, atëherë unë shoh realizime. Ose në lidhje me anën tuaj ekonomike, me punën tuaj, po dhe me pasione të ndryshme që mund të keni, unë shoh që ju do ndiheni ose do keni më saktë një realizim të dëshirave që ju keni shprehur në lidhje me gjërat që ju dëshironi. Dhe në fund të javës shoh në lidhje me një pjesë prej jush, ndoshta ju jeni duke menduar që në fillim të javës 4 në lidhje me një rikthim të një personi nga e kaluara. E keni dëshiruar shumë këtë dhe unë shoh që ky person vjen drejt jush. Shoh një rikthim të këtij personi. Ndërsa për pjesën tjetër mund të keni manifestuar për fëmijët tuaj dhe shoh që do jeni një mbështetje shumë e madhe te fëmijët. Do të regoni shumë nostalgjik gjatë javës fundit të muaj, do me thënë, në lidhje me fëmirin tuaj, me fëmijët tuaj, ndoshta kur i keni pas të vegjël ose edhe në lidhje me situata të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi, shoh edhe persona nga e kaluara që do kthehen, jo domosdoshmërisht në lidhje me dashurinë, ju mund të takoni një person që keni kohë pa e parë, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të jeni të gëzuar dhe të ndiheni mirë. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të kthehen çështje dhe situata nga e kaluara. Nuk e di, kjo mund të ketë lidhje me punën, mund të jetë një punë nga e kaluara që ju mund t'ju kërkojnë përsëri. Ose një situatë ekonomike që mund të ketë qenë e mirë dhe rikthehet përsëri, sepse është diçka pozitive. Në fakt tu kemi disa shkronja dhe unë doja t'i thoshja, kemi Z, F, A, kemi energjinë e shenjës së shijetarit këtu, në lidhje me një komunikim që do bëni nëpërmjet internetit. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin në lidhje me muajin dhjetor. Janë kartat mbrapsh, më duhet t'i kthej. Atëherë, ju keni një ndjekës këtu shoh. Jemi të energji e zjarit, dhe thotë që do ndiheni shumë të sigurt gjatë kësaj periudhe, por do keni të reja të mira që do t'ju interesojnë dhe ju do kujdeseni në lidhje me këto të reja që do vinë. Të reja të mira do të thotë, mund të jetë një njohje e re, që është një njohje e mirë që do bëni.
dhe ju do kujdeseni në lidhje me këtë person, me këtë njohje, për këtë njohje që do bëni. Ose mund të kenë fëmijët tuaj një njohje të re. Në rastin tjetër mund të jetë një punë e re, një projekt i ri, një vend pune, një pozicion më i mirë pune në karrierën tuaj. Ose në rastin tjetër mund të ketë lidhje dhe me një të re ekonomike që ju mund të keni gjatë kësaj periudhe dhe ju do kujdeseni në lidhje me këtë gjë. Është diçka thotë që ju e keni fantazuar më përpara këtë gjë. Ndoshta ju mund të keni fantazuar në lidhje me një person dhe ju vërtet ju intereson ky person dhe ju do kujdeseni në lidhje me këtë, ose ju keni fantazuar në lidhje me një punë ose në lidhje me fëmijët tuaj dhe është momenti që më falni, është momenti domethënë që ju të kujdeseni për t'i çuar gjërat para në lidhje me çfarë do lloj situate që ju mund të keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e vitit 2026, por dhe videot e javës dhe me tema të ndryshme në këtë kanal. Ju uroj përsëri një muaj sa më të mbar, një mbazditje të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje.